Më vini përballë Arlind Qori, është e dytë që përballeni në këtë studio, apo jo Arlind? Arlind Qori, ju jeni këtu si pedagog i shkencave politike, gjithashtu në Universitetin Publik të Tiranës, dhe profesor gjithashtu dhe lëvizjen për universitetin, apo jo Arlind? Po. Atëherë unë mora shkas nga 2 shkrime që lexova në media, një shkrim i botuar fillimisht nga Ervisi në gazetën Mapo, apo jo Ervis, ku fliste për në një farë mënyre ju kritikonte ju pas debatit që bët me Çilin te Fevziu vetëm javën e kaluar, pastaj ju u kundër përgjigjet, unë ma shkas për gjitha që mbrim tani, për të kuptuar pak opinionin tuaj para se ja fjalën Ervisit Arlind, ju thoni për shembull vetëm djem duket në Facebook, këto mua mi nxjerr ledjo të gjitha dhe mi jep. Qeveria, thoni ju Arlind Qori, mendon se duke i vendosur universitetet publike dhe private në garë për studentë dhe fonde shtetërore, do të rrisë cilësinë e tyre. Ndaj e sikojnë financimin e privatëve dhe futin e tyre brenda të njëjtës skema aplikimi për maturantët. Të merremi me këtë të fundit, shkruani ju, thuaj se asnjë universitet privat nuk ka vendosur kritere cilësie, keni fjalën për mesataren apo provimin, për rekrutimin e studentëve. Kjo, thuat i Arlind, u lehtëson punën në rekrutimin e studentëve, të cilën po patën para, qoftë edhe borxh, mund të regjistrojnë që ditën e parë pa hyrë ankthit të mbeturit pa shkollë, duke qenë në të njëjtën garë universitetet publike, do shtrëngohen të ndjekin të njëjtën strategji duke hequr dal nga dal kriteret e cilësisë. Pra gara për student, shkruan ti Arlind në Facebook, nuk sjell ngjitje drejt majave, por vrapim drejt standardeve më të ulta. Ndërkohë që Ervis, un kam tërhequr një nga momentet kur ti polemizon me Arlindin, ja po e gjej këtu, ledjo në fakt mund të nxjerrë në ekran. Jemi kundërvën, shkruan ti Ervis, jo më fal, nuk është ndja kjo. Ervisi shkruan ledjo, një sekond se e kam këtu, po. Ervisi shkruan, ka disa kohë që vërdallosen për Tiranë, ja ku është, e keni edhe në ekran, me megafon në dorë në studio televizive, duke bërtitur dhe uluritur në logon e grushtit të mbledhur, dhe mjekrën marksiste, ke fjalë për Arlindin apo jo? Dhe tani Arlindi ka dalë për personazhin që mbrojnë, jo për atë. Me mjekrën marksiste disa pedagogë të rinj komunistë që kërkojnë rezistencë dhe protestojnë ndaj gjithçkaje në këtë vend. Tani para se ja fjalën Arlindit Ervis, më thuaj të lutem, pse reagove kështu në gazetën Mapo? Cili është në fakt konflikti i Atëre reagova për shkak të disa pavërtetave të mëdhaja që po thuhen, sidomos nga lëvizja për universitetin apo organizata politike, nuk e di çfarë përfaqësojnë, sepse po të marrim të gjitha ato që dhe ti lexove më përpara. Kjo universitetet private nuk kanë vënë kritere merite. Është absolutisht e pavërtet. E para një është që është kriteria mesatares që është përcakton ligji, mbi 6. E dyta, jo vetëm që kemi vënë kritere, por këto kriteri që ne kemi vënë në universitetin ton, ja kemi shpjeguar maturantëve gjatë kohës prill-maj në të gjitha gjimnazet e Shqipërisë. Kemi qenë në Korçë, në Lushje, në Fier, gjithandej. Dhe që tani, për shembull, Dega Finance Bank, me sa më thanë nga pranimet në universitet, dhe informatikë ekonomike, 1/3 atyre nuk ka fituar, pikërisht për këto kritere. Pra kritere mesatare, kritere sipas kuotave që ne kemi përcaktuar, jo vetëm kaq, por siç e thash më përpara, në gjithë Shqipërinë kemi vajtur për t'ia shpjeguar këto kritere. Ndërkohë që edhe ky kaosi që u krijua, jo vetëm nga maturantët. Dakor, udhëzimet mund të kenë ndonjë defekt, por unë mendoj edhe këtë tjetrën. Atëherë pse universitetet nuk dolën dhe të shpjegonin maturantët? Pse pritën çdo gjë nga ministria? Me që i kishin kaq merak, që mos të krijohej kaos, me që kishin kaq merak, si thua që ata